Pra vëllezër të ndershëm, dashurinë për Allah më mirë e kanë përkthi shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si transmetohet në biografinë që përshkruat jeta e shokëve të pejgamberit Allahut apo jeta e pejgamberit Allahut, se në luftën e Bedrit Zeid ibn Dethine arrin të mit Ubej ibn Khalef, dhe pastaj zihet të rob Zeid ibn Dethine, dhe Safuani gjali vet e blen Zeid ibn Dethinen që ta ekzekuton në shenjë hakmarrje të për babën e vet. Dhe kur ta nxjerrin në vendin e quajtur Tenaim, ku gjendet sot një xhami e quajtur Xhamia Aishës, Zeid ibn Dethinen e nxjerrin për ta ekzekutuar dhe merr pjesë në ekzekutimin e tij Ebu Sufjani kur ende s'pat kalu në Islam. Dhe para se ta ekzekutojnë Zeid ibn Dethinen, ja parashton një pyetje Ebu Sufjani Zeid ibn Dethines dhe i thot: ja Zeid, a kishe pas dëshirë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë në vendin tanë, ndërsa ti të jesh pranë familjarëve tu? Do janë vëllezër ata të cilët e realizuan besimin se si e kalitën çështjen e dashurisë për Allah. Zeid ibn Dethine i përgjigjet atij dhe i thot: wallahi s'kam dëshirë që pejgamberi Allahut të therrohet me një therr në vendin ku gjendet ai e unë të jem në mesin e familjarëve të mi. Pa thot Ebu Sufjani, kam pal njerëz mirë, për nuk kam pal njerëz që e dojnë pejgamberin Allahut ma shumë se shokët e pejgamberit Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë ka pohu Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim duke thonë: la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. S'ke mundësi një popull që beson Allahun dhe pejgamberin Allahut e pastaj të mitësohet dhe të donë atë që mitëson Allahun dhe pejgamberin Allahut. Leo të ndërshëm, edhe ma e çuditshme ako koka e munafikëve një betej prej betejë e shpreh një fjalë. Abdullah ibn Ubej ibn Seluli për pejgamberin Allahut dhe tha: si të kthemu në Medinë, ne të fuqishmit kemi me nxjerr të dobtit. Kur ndëgjon gjali i Abdullah ibn Ubej ibn Selulit i quajtur Abdullah, që e pat kalit imanin në zemrën e vetë dhe ai e kiçmitsin për Allahun azza wa jall, mulleje nga pejgamberi Allahu që heke kokën babës vetë për këtë fjalë në nëshmuase që ja thot pejgamberit Allahu. Mirë për pejgamberi Allahu ja këtën përgjigje dhe thot: jo, sjellë mirë me ta përderisa ban namaz, sjellë mirë me ta përderisa ban namaz. Nga se në kohën e pejgamberit Allahu dhe munafikët bajshin namaz. Për fatë këtë sot jemi me një zaman që njeriu tenton t'i thot vetës Ebu Bekër Siddiku dhe Omeri, mirë po Allahu azza wa jall nuk i parullet as një namaz. Tha sjellë mirë me ta përderisa ban namaz. E pastaj i del në rrugë Abdullah, babas vetë dhe thot: s'ke mundësi të ishtë në Medinë derisa ta pohoj se të nënçmuarit të përbuazit jemi ne, i larti është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dashuria për Allahun azza wa jall dhe pejgamberin Allahu do dhe të ndërshëm ka qenë në nivelin më të lartë të mundshëm. Ka'b ibn Malik, që pejgamberi Allahu të bojkotoi për çkak se nuk mor pjesë në luftën e Tebukit. A dini vëllezër se pejgamberi Allahu të bojkotoi, atë nuk i foli ati 50 ditë. Edhe në 50 ditë i vjen një letër nga Shami. Ka'b ibn Malik nga mbreti i quajtur Ghassani, që i vjen sprova që Ka'b ibn Malik, i cili e donte Allahun dhe pejgamberin Allahut, nuk mori mosa pse e bojkoton pejgamberi Allahut. A dini çfarë letre, çfarë mesazhi nga Kipris krishter i vjen? Ka'b ibn Malik i thot: ja Ka'b, na ka lajmi se i Muhamedi të bojkoton, nuk të flet, të
bojkotojnë muslimanët. Eja të ne kalon krishterizëm, eja të ne streose do të nderojmë. Ka'b ibn Malik tha që kjo është prova dhe radhës. Ta e mora të letrën që ma dëgoj Gasaniu dhe e djega e ka Lazarmin. S'ka mundësi ju të miqësonja ata të cilët e dojnë Allahun dhe pejgamberin Allahut. Po kulmi miqësitë dhe të ndëshëm në historinë islame është Ebu Ubejd ibn Jarrah, që ta kuptojshte pse Allahu Azza wa Jall Ebu Ubejd ibn Jarrahit Allahu e boni emanet gjithë të këti ummetit, e përgësoj me xhennet, ja mundsoj çlirimin e Aksas, dhe e mor Allahu Azza wa Jall Ebu Ubejd ibn Jarrahin shahid, dhe pejgamberi Allahu që kur hecte në tokë e përgëzonte dhe është njëri prej 10-ve të përgëzuar me xhennet. Ebu Ubejd ibn Jarrahin në luftën e Bedrit e ka mbit babën e vet për shkak se ka dalë ta lufton pejgamberin e Allahut dhe ta lufton dinin e Allahut. A ka miqësi më të madhe se kjo miqësi që shokët e pejgamberit Allahut e kanë kuptuar pas Islamit?